Kush është i lirë të besojë ose jo në Zot, apo në njerëz të shenjtë? Por askush nuk mund të tregohet indiferent përpara gojëdhënave dhe fakteve historike që na sjell Kisha e Laçit. Duhet provuar pa dokumentet nëse shenjti portugez kam rritur në Laç. Gjë që unë nuk i kam hyrë kësaj historie, gjithsesi sipas dokumenteve që ne i përmendëm më sipër, pra pas vitit 1702, realisht, domethënë, ka filluar kulti i këtij shenjti mrekullibërës, si quhet. Dhe mbi bazën e këtyre fakteve, besimtarët kanë ushtruar gjithë kredibilitetin e tyre kundër këtij shenjti.